Vizion Plus ka siguruar draftin e pozicionit përbashkët për piketat e ndërmjetme të hartuar nga Komisioni Evropian për grup kapitullin e themeloreve. Drafti mban datën 26 shkurt apo shqyrtohet nga grupi i punës për zgjerimin dhe vendet që negociojnë antarësimin në BE, i njohur me emrin Koela. Dokumenti hartuar nga Komisioni Evropian ka nota pozitive, duke vlerësuar progresin e Shqipërisë. Komisioni vëren se në përgjithësi ka përmbushur kriteret e ndërmjetme për kapitujt 23 dhe 24 për shtetin e së drejtës, ka rritur më tej nivelin e parafrimit dhe po bën progres në zbatimin e akis së BE-s dhe standardeve europiane në këtë grup kapitull. Drafti analizon situatën e skicon rrugën ku duhet të ecë Shqipëria në procesin e negociatave për grup kapitullin e themeloreve, i cili është më i vështirë në këtë proces. E hapet i pari e mbyllet i fundi. Në çështjet më të rëndësishme që Shqipëria duhet zgjidhë sipas këtij drafti është lufta kundër korrupsionit. Korrupsioni mbetet mbizotrues në shumë sektor të jetës publike dhe biznesit, përfshit të gjitha degët e qeverisjes qendrore dhe lokale, dhe mbetet një çështje që përbën shqetësim serioz. BE vëren progresin e Shqipërisë në ndryshimin dhe plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në luftën kundër korrupsionit. BE nënvizon se këto masa tani duhet të zbatohen me vendosmëri dhe të kenë impakt veçanërisht në sektorët më të rrezikuar nga korrupsioni, mbi të gjitha në infrastrukturën publike, kadastrën, doganat, administratën tatimore, arsim, shëndetësi, prokurorimet publike dhe kontratat e partneritetit publik-privat. Ndër çështjet që kanë vlerësimin më të lartë është reforma në drejtësi. Brukseli vlerëson se kuadri ligjor dhe institucional për funksionimin e gjyqësorit ka nivel të lartë të përputhjes me standardet evropiane. BE nënvizon nevojën që ekzekutivi dhe legislativi shqiptar të respektojnë plotësisht pavarësinë e gjyqësorit dhe të zbatojnë plotësisht si çështje prioritare vendimet detyruese të gjykatës kushtetuese. Ky është vetëm drafti i Komisionit Evropian që të miratohet duhet vota unanime të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Raporti i Bar merr një rëndësi të veçantë pasi pa miratimin e tij nga vendet anëtare, Shqipëria nuk mund të mbyllë asnjë prej 33 kapitujve të negociatave. Për javësh tashmë përfaqësuesit e vendeve anëtare po e shqyrtojnë në Koela, duke paraqitur pyetje për sektor të veçantë e për çështje që lidhen me grup kapitullin e themeloreve. Diskutimet e përfaqësuesve të vendeve anëtare në këtë fazë nuk janë publike.